Dhe më vonë ne kemi edhe një moment tjetër kur Altin Dardha rikthehet në pjesën e zonës së Vakëfit në mënyrë që të hakmerrë dhe aty thonë që ai është neutralizuar dhe është vrarë. Por askush, pra është njëri variant është që është vrarë aty, por një variant tjetër, i cili është varianti më i besueshëm, është varianti se e kanë vrarë në qytetin e Janinës. Pra, kemi shumë informacione të cilat i afrojnë burimit kryesor, ku ata thonë që vrasja është bërë në qytetin e Janinës, duke qenë se Altin Dardha fshihej në këtë qytet, ku kishte ngritur edhe një aktivitet. Pra kishte shumë bashkëpunëtor të cilët kryenin aktivitet kriminal në qytetin e Janinës dhe në zonën e Greqisë së Veriut, kryesisht merreshin me trafikimin e lëndëve narkotike, të llojit kokainë, ku ata përgatisin gjithë ngarkesën e tyre për në Evropën perëndimore, por kemi edhe një variant tjetër, i cili pra një alternativë tjetër e cila mundet që të ekzistojë dhe që është e vërtetë, sepse nuk kemi një ADN lidhur me vërjen e ADN-s për Altin Dardhën, por një variant tjetër është që ai të jetë ende gjallë. Pra ka ndryshuar identitetin, ka ndryshuar imazhin, ka bërë operacion dhe i është fshyer, pra është drejtësisë shqiptare, duke vijuar aktivitetin e tij, kryesisht mund të jetë në zonën e Hollandës, Belgjikës, pra në vendet e ulta, ku ka ngritur një grup të mirë strukturuar kriminal. Natyrisht ai u hakmor edhe ndaj pjesës më të madhe, pra të kundërshtarëve të tij, duke i eliminuar një nga një, dhe besohet që mundet jetë rikthyer sërish në qytetin e Beratit apo në Shqipëri, pra si vizitor me identitet të re dhe në mënyrë që t'i shmanget edhe drejtësisë, ndonse të gjithë, pra në gjendjen civile ai ekziston, rezulton i vdekur, pra një person i vdekur. Kjo ngjason edhe nëse ne do t'i referohemi rastit të fundit të zotit të Ervis Martina, i cili është mendohet që edhe ai mundet të jetë zhdukur. Pra një alternativë është që ai të jetë jetërsuar, të ketë ndryshuar imazhin dhe të gjithë identitetin e tij në mënyrë që të fshihet drejtësisë, por edhe hakmarrjeve, por edhe mundet të jetë zhdukur, pra i takon organit të akuzës i cili ta provoj një fakt të tillë, por një nga variantet më të besueshme është që Altin Dardha mundet që të jetë edhe i gjallë. Kështu që natyrisht këto janë çështje të cilat janë arkivuar në fushën e drejtësisë apo organi akuzës i ka mbyllur, por unë mendoj këto çështje duhet të rihapen, pra sidomos viti 97, është viti i cili ka sjell shumë të këqija këtij vendi, pra askush nuk ka mbajtur përgjegjësi për krimet e atyre kohëve, pra kemi njerëz të pafajshëm të cilët kanë ikur nga kjo botë, kemi zyrtarë të cilët nuk janë dënuar dhe nuk janë hetuar, askush nuk ka mbajtur përgjegjësi lidhur me çështjet të cilat kanë ndodhur në atë periudhë, por edhe me gjithë veprimin dhe mosveprimin e shtetit. Pra besoj që duke qenë se prokuroria e posaçme është një prokurori e specializuar kryesisht për çështjet, për krimet që kryen politikanët apo zyrtarët e nivelit të lartë, duhet që të rihapet viti çështjet e vitit 97, sepse çfarë ndodh? Gjithë ajo periudhë e komunizmit, pra askush nuk mbajti përgjegjësi për krimet të cilat kanë ndodhur në kohën e komunizmit, ku ata zyrtarë të cilët u dënuan për çështje ordinere, pra për çështjen e kafeve, se kishin pirë shumë kafe dhe kishin harxuar shumë lekë me kafe. Kemi vitin 97 që askush nuk ka mbajtur përgjegjësi.
Kemi edhe episode të tjera të cilat kanë ndodhur pas vitit 97 dhe askush nuk ka mbajtur përgjegjësi, ku janë vrarë qytetar, kështu që është vendosur një praktikë e tillë mos ndëshkueshmërie ndaj zyrtarëve të cilët nuk veprojnë apo veprojnë keq në situata të vështira, apo situata të cilat cënojnë jetën e qytetarëve apo sigurinë e tyre. Kështu që është koha dhe momenti që këto çështje të rihapen, të gjithë ata të cilët kanë kryer krime, sepse kemi shumë bandita asaj kohe, të cilët vjojnë jetën e tyre, pra janë bërë sipërmarrës suksesshëm, edhe pse mundet të kenë gabuar, pra në sensin që kanë grabitur paratë e qytetarëve, të cilët kanë grabitur qytetarët dhe vinë si njerëz të cilët e trajtojnë këtë situatë apo çështjen e tyre si diçka si një sipërmarrje e suksesshme. Kështu që edhe shumë prej këtyre janë aratisur, kanë shkuar jashtë, kanë kërkuar strehim politik në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe në vende të jashtë kontinentit evropian dhe kthehen si sipërmarrës, pra e mbajnë veten si sipërmarrës të fuqishëm. Kështu që një prej tyre mundet të jetë edhe Altin Dardha, të cilin e mundet ta kemi me një identitet tjetër dhe me një imazh tjetër. Ka shumë punë për të bërë prokuroria e posaçme. E dim që është e ngarkuar, por duhet të shtoj numrin e prokurorëve, stafin e tyre dhe ka shumë lëndë apo çështje për të cilat duhet t'i japi zgjidhje që kanë cënuar sigurinë kombëtare, por edhe buxhetin e qytetarëve shqiptar. Avokat, sa ka lidhje figura e Altin Dardhës në një paralele me Ervis Martinajn? Ka një paralele 100%, pra mua më duken si një déjà vu midis Ervis Martina dhe Altin Dardhës, sepse Altin Dardha pra ende kemi dy alternativa të cilat ekzistojnë për Altin Dardha. E para është alternativa që ai mundet të ekzekutuar në shtetin grek apo në qytetin e Janinës, dhe alternativa e dytë është që ai mundet të ndryshuar identitetin. Disa thonë që është ndryshuar imazhi, pra imazhi nga mashkull në femër, duke u bërë një transvestit, pra duke ndryshuar gjithë pamjen e fytyrës, pra flokët, duke i zgjatur, duke ndryshuar edhe trupin, duke bërë me gjoks, pra si një femër, dhe fiks duke u dukur si një femër. Dhe te kjo alternativë, pra që ka ndryshuar identitetin, është se ka ndryshuar imazhin si mashkull. Që do thotë ka bërë operacion plastik në fytyrë, është prap mashkull, por me një imazh tjetër dhe me një fytyrë tjetër, siç ishte Michael Jackson që ndryshoi fytyrën e tij me operacion plastik. Këto ngelen për të vërtetuar dhe i takon organit të akuzës ta vërtetojë, dhe ndërkohë që tek Ervis Martinaj është e njëjti episod. Pra episodi i parë është që mundet ta kenë ekzekutuar. Ekzekutimi mundet të jetë të formave të ndryshme, që ne kemi diskutuar, pra ose i është hedhur stallës së derave për ta shqyer dhe për ta ngrënë, ose është futur në një vask me acid. Këto janë ato alternativat që mundet të kenë ekzistuar, dhe një variant tjetër është që ai ka ndryshuar identitetin sipërsa i përket dokumentave, duke marrë një identitet tjetër të një qytetari të huaj, i cili mendohet të jetë evropian, por edhe imazhin e tij, duke ndryshuar me operacion plastik imazhin e tij. Emëruesi tjetër i përbashkët është se në të dyja këto raste nuk kemi gjetjen e trupit. Pra, edhe Altin Dardha thonë që u vra në Janin, trupi i tij nuk është i gjetur, që do të thotë nuk është bërë ADN-ja, pra për një trup që ne mund të jetë një vrasje që ky është dhe mund të në atë kohë është thënë që ky është Altin Dardha, por ndërkohë që duhet bërë ADN-ja dhe analizat e sakta.